Dhjetra banor të fshatit Daullas në bashkinë Fier kanë protestuar ditën e sotme për rrugët e amortizuara të cilat nuk kanë njohur asnjë investim prej dekadash, duke u kthyer në shqetësimin më madhor të përditshmërisë së tyre. Në kulmin e indignatos, ata pohojnë zëri se 200 familje jetojnë mes baltës e gropave të mëdha, ndonse janë taksa pagues të rregullt. Sipas tyre, rrugët janë totalisht të degraduara dhe sa herë ka reshje shiu, ato kthehen në baltë dhe bëhen të pakalueshme, jo vetëm për automjetet, por edhe për këmbësorët. Banorët theksojnë se makinat pësojnë defekte të vazhdueshme për shkak të gropave dhe terrenit të amortizuar, duke shtuar kostot për familjet që tashmë përballen me vështirësi ekonomike. Kjo rrugë, si ja bo shtu, kanë ardhur kanë bërë vetë bashkisë. Edhe për me shtu, se kemi shtu vetë rrugën. Edhe për me shtu, fotofadromat e shkatrujnë jesë janë bo pusat të shumë mytë manë. Ne kemi me sakat ato se e një ka nikë. Pak në që të rrugën të shtedi, të e në të lypë. Taksat për i pagujmë, shtetit. Të da për i pagujmë, unë sakat, që të në sakat e ki. Unë rëzane që atë ngerim posujtë, se me zoti mu shumë. Mu, se pensionist jam, të pak të 100.000 lekë, çdo muj mikë vetëm i bëjmë makine. Se son hecë kam, dalë me makinë. 100.000 kokra lekë, ja, e shqaqar. Çdo muj i hadreshi, jo gumina, jo goba, jo pashtësis. Mu, si pensionist, 20 herë, kam shku në komunë, kam shku në bashkije, vim sot e vim nesër. Që kjo ka të pak në 15 vjetë, si ashtë shtu. Po që të bëjmë, ja? Shiko, qysh ishtë, del do të me, as me shapë, do të qizme të dalësh. Qa do bëjmë? As një gje, kemi një copë puset ati, 100 herë kemi thënë, 100 herë kemi lajmbruar, as që erdi njëri të shikon të fare. Do na bjerë puset, do na blokohet të rujrat e zezë. Ja, këto kemi ne, ja, rruga. Jene janë korju? Po, pra te pusetën ati? Për të tëra. Ja, ka vajtër foni, kush e disa herë ati? Ka pakët i kalën të lona rrugë dhe asë dhe një do janë lajmëruar kush e di sa herë edhe asë që dhe dorë një farë, 50. Ku e shtru në herë, prunë të lash, kujtë ata? Edhe më kom para, po nuk asë një loj për mësime. Nuk për mjes nuk ishe, një teren këtu, të tërë njerëzit ishin një gjumë se më vajta shpetar atet, gapa unë me zi ashtu, burri pa e kam të sëmur, është gjuna nga Zoti, ushtrua rruga ndej, ushtrua rruga këti, ne bëm gati, pastrume, bëm gjoj që do vinte të nesme, asë erë dhe asë qanë kokën fare. Taksat i pagojmë, të gjitha i bëjmë. Se mendoni se ju kanë lënë kështu si në dorë të dytë? Të mendoj ai që na urdhëron neve, ai që t'i zbatoj urdhat ndaj popullit. Populli vetëm pret nga ata. Asgjë s'po bëhet. Ne duam si më mirë. Se dhe në Evropë nuk bëhet rruga kështu, të kaloj tjetër në përvartën për. Po presim si më mirë, inshallah u bëft. Paguajmë rregullisht taksat për pastrim, gjelbërim dhe ndriçim, por investime nuk shohim askund, shprehen banorët të cilën dihen të lënë në arrest nga pushteti vendor. Ata thonë se shqetësimet i kanë adresuar disa herë jo vetëm pranë bashkisë, por edhe tek ish-njësia administrative, madje edhe tek kandidatët për deputet dhe për kryetar bashkie gjatë fushatave elektorale, por deri më sot kanë marrë vetëm premtime boshe dhe asnjë zgjidhje konkrete në terren. Ju falenderoj që u bët pjesë e shqetësimit ton. Unë jam banor këtu. Jam dhe emigrant, punoj dhe jashtë në Gjermani. Rruga është bere pa kalueshme, këtu nuk kalon dot me vetur. Ne kur vim që ndjen vend të marrim ndonjë makinë të mirë që të vim këtu të lëvizim, unë kam ardhur me fugon se më njoftuan komshin që rruga është e pa kalueshme. Nuk mund të kalojmë. Ne jemi lënë në dorë të dytë se ne nuk e kërkojmë të drejtën tonë. Duke ju falendëruar juve që i bëni pjesë e zërit tonë. Asnjë tjetër, as kryeplaku fshatit, që është një person i komanduar nga njësia administrative, nga kryetari i bashkisë, asnjëri nuk e ngre shqetësimin tonë. Të tërë banorët veni kërkojnë kryetarit aty kryeplakut fshatit. Kemi rrugën kështu, kemi rrugën, do bëhet javë, do bëhet javën tjetër. Sa vite që jam unë këtu që jetoj këtu, unë jemi cop. Mu vjen ujtë nga lagja parë më futën në portim, unë çdo mëngjes me fshes me leck, pastaj u borin tim. Ne nuk kemi bashkë me një shtet këtu që një rrugë shtrohet e një nuk shtrohet. Ne na vjen turp na shohin kush vin kush nga Tirana, si kemi njerëz në Tiranë, shikojnë rrugë tona këtu s'futen dot. Vin çunat nga Belgjika, i lanë makinë të rrugës se s'vin këtu. A është turpi i Zotit, më. Në 2026-ën të jetë katastrofë rruga. Ne s'dim ku të shkojmë, ta ankohemi. Marrim makinën se burrin e kam me 100 probleme. I han 3 ditë, 4 ditë që jemi në servis. A është gjëna për ne, me 100.000 lekë pension që marrim ne. Qa ti thëna më shteti, s'kemi qa ti them. Këtu e ka bashkia s'çan kokë për ne fare.
Kam vajtë si banor i fshatit, shtëpi me shtëpi fshatarëve këtu kam thënë, halet tash do të kontribojnë vetë të shtojmë rrugën. Dikush vjen, dikush s'vjen. Shikoj, është trup ta marrë vesh një 2026 mos kemi cop rrugë vëmë në shtëpi. Ne nuk dalim nga shtëpia, nga ujë nga gjitha. Mund të shikoni poseta, shikoj se janë me poseta. Shikoj posetat, e ujët dhe zeza komplet. Është trup ta marrë vesh një, nuk e di. I kam thënë kryplakut fshatit, e kam ngritur këtë moment me ka thënë kryplakut fshatit. E kam ngritur, po çush e ke ngritur valla, po merr vin. S'kam çfarë bëjmë thotë kryplakut fshatit. Po ku do vetë ngojmë? Komuna, jo po komuna s'kemi gjendojnë, ku të vem, nëse ku të vem. Ai kryetari i bashkisë mos më pranon zyrtë vetë kryetari i bashkisë. Kush e të thonë? Dil jashtë do të thonë, s'mjef. Se kshu e bie kjo punë. Nuk e di. Inshallah mos e jem në zgjidhje me ju. Keni sa fshatit? Po kam shkuar në bashkë nuk ka afërmëti afër, nuk ka shanse afërmëti afër. Ku të policia të tjera? Kush e të thonë? Dil jashtë. Përballë kësaj situate, ata apelojnë për investime në zonën e tyre teksa theksojnë se është e papranueshme që duke qenë vetëm 1 kilometër larg qytetit, të jenë lënë tërësisht në harresën e investimeve.